rikthyer në studio. Flisni se me ju lejohet dhe thysh në transmetim pa qenë i përgatitur edhe me bërë batuta e humor, sepse jam me një çift që unë i kam shumë për zemër, me ta jam njohur nëpërmjet rrjeteve sociale dhe po them ato fjalët e mia përshkruese dhe përshtypjet e mia pa i njohur, sepse sot takoj për herë të parë këtu, janë aq të vërtet sa që kjo i bën të veçantë, kjo i bën ti duash, ti klikosh, ti shohësh me shumë dëshirë, nuk shoh që të filloj, ku diun përgatitja, ndoshta edhe fillon, kështu një orë përpara të bëhet make-up-i, të gjendet vendi i kuruar në detaje. Domethënë ajo jeta e vërtet për një çifti në Shqipëri shfaqet më së miri nga Jorida dhe Kris që janë me mua në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjetëm, shumë faleminderit për ftesën. Shumë më kënaqësi t'ju kem këtu. Mirë jene? Shumë mirë. Tani më... A mund të pyes pak Katarina, po e pyes te Kristin pak më parë. Çfarë bëni ju të dy dhe përgjigjja jote më pëlqeu shumë? Tani, ne me pak fjalë bëjmë njerëzit të qeshin dhe të utojmë pak nga jeta e përditshme. Dhe kjo s'është pak ta mendosh në këto jetën e tmerrshme, plot stres e plot ngarkesë që ne e nisim dhe përfundojmë. Është një dritare e vogël përtikur nga kjo monotonia që kemi përdit, kështu që këto që na shohin e shijojnë edhe e pëlqejnë. Dhe në fakt atmosfera ishte e tillë dhe para se ne të fillonim këtë intervistë, që do thotë ju kështu jeni, dhe nuk është thjesht përshtypje Instagrami kjo e imja, sepse ju kështu jeni. Është shumë e vërtet, është shumë e vërtet. Edhe ne jemi përpjekur të jemi sa më origjinal, pa shumë filtra, pa shumë efekte, për qenë ashtu si që janë pjesa më e madhe. Dhe disa më pëlqen kjo në mënyrë veçantë tek femrat, sepse ne jemi një çik më me komplekse për sa i përket pamjes, a je grimuar apo je pa grimuar, a je veshur siç duhet apo jo, a është shtëpia me atë shkëlqimin që duhet të ketë në rrjetet sociale se po na shohin njerëzit, ndërkohë unë shoh që ti Jorit nuk i ke fare këto komplekse. Jo, ne mund xhirojmë ndoshta edhe në 7 të mëngjesit, ndoshta edhe në 11 të natës, kur kemi kohë, por që domethënë origjinaliteti mendoj unë është ajo që na ka bërë ose na ka sjellë këtu ku jemi, pasi jemi origjinal, pa shumë make-up, ndoshta fare, dhe me atë shpinë rëmuj me çunin nëpër këmbë, kështu që mendoj që kjo ka qenë pika jonë më e fortë. Unë para se të fillojmë të flasim pak për videot, për faktin që ju jeni kthyer viral tashmë, mbi 2 milion klikime shkojnë video tuaja, shumë janë, do ta flasim pak dhe këtë pjesë, dhe komplekson pak ideja që ka shumë njerëz po të shohin. Si jeni njohur ju të dy? Jo fare s'të komplekson se e shoh që po i shesh? Hiç? Rahat. Jo. Nga fillimet po. Nga fillimet po, aq shikime, aq komente, aq shumë njerëz domethënë që na shikonin, aq shumë sy. Mbi ne, po. Se ndërkohë kur e mendon ti ke një telefon që i jep aty postoje dhe mbaroj, po ndërkohë nga ana tjetër je duke u bërë share, duke u çuar ai mesazhe, një video je tek personi që duam t'ia çojmë. Si jeni njohur? Sa vite martesë keni? Ne bëjmë 3 vite martesë dhe në fakt ka nisur nga unë njohja, pasi ne jemi parë thjesht në një event, thjesht kemi shkëmbyer disa shikime dhe unë Kristin e kam gjetur nga storyt e atij eventi dhe i kam shkruar unë. Vërtet. Po, e lam për t'u takuar, nuk u takuam, se angazhime Kristi, angazhime unë nuk u pam, edhe unë kisha një ditëlindje, isha një fest familjare dhe Kristi më thotë që unë dua të vi të takoj aty, thotë ha dhe një copë tortë, kështu me humor. Edhe unë si pa dasha kejsia dërgoj një location edhe nga ana tjetër Kristi më sjell një location, nga ana tjetër share location, që unë shifsha që ai vetëm po afrohej drejt adresës time. Nga këtë location live? Po. Okej, e gjurmam, po. Edhe vetëm shikoj që vetëm po vinte. Ti nuk u largove? Jo, unë nuk largova. Sepse nuk e mendoja në asnjë moment që do vinte, sepse s'ishim takuar fare. Edhe Kristi vjen. Kristi vjen aty edhe takon gjithë familjarët e mi, unë nuk dola për të takuar. Gjysorëshin e parë, jo, të betohem. Okej, guxim të madh kjo. Më ullën mes, pyetje të gjitha, Jorin se kisha takuar asnjëherë, jetë live, domethënë, real live, vetëm telefon dhe me mesazhe. Fillum pyetësorin, pastaj që të urua me të shkime. Po. Ua, Kristi, po kjo do guxim të madh, seriozisht ke takuar familjarët para Joridës? Po, me pretekstin e tortës. Po. E tortës, pastaj që hyri Jori, sikur kishim vite të tëra që njiheshim, thjesht me shikime, ai sikleti momentit. Po, i thjesht po bënim një ditë. Ai dalim.
Edhe kemi ikur pastaj, kemi ikur te shtëpia e Kristit. Domethënë ai momenti i parë ka qenë shumë nervoz për ne, sepse u takuam që të gjithë, domethënë Kristi praktikisht takoi gjithë familjen time, edhe pastaj kemi ikur nga festa, as tort nuk hëngrit, edhe pse tortën. Edhe kemi ikur nga festa, pastaj kemi vajtë te shtëpia e Kristit dhe ne që nga ajo ditë, sot që flasim bashkë, kemi jetuar bashkë. Wow. Nuk kemi ndarë Të thënë, këto janë ca histori kështu që të bëjnë të besosh se ca gjëra janë të destinuara të ndodhin edhe do të ndodhin. Sa e çuditshme duket, po. Mbas 2 muajsh që mbas këtij takimi kemi bërë të celebrimin. Ka shpejt ka ndodhur? Shpejt. Po qa? Janë 25 vite të prit. Po, e vërtet. Dhe shumë mirë në fakt, se edhe këto zvarritje ndonjëherë bëhen të pa justifikueshme. Ca gjëra unë gjisin ose ngjisin, kështu që lodh sa të duash ti për ta mbajtur. Dhe ja ku jeni, të dy besoj shumë të lumtur, me një dashuri të vogël siç është djali juaj. Edhe gjëra duket se po funksionojnë mirë, kështu? Apo Shumë mirë, është e vërtet, do të thënë edhe djali na ka shtuar edhe më shumë pjesën e dashurisë për njëri tjetrin, por edhe për pjesën e familjes edhe për atë sigurisht. Është bekim i madh. Shumë. Si filluat ju të angazhoheshit me rrjetet sociale të dy bashkë? Se besoj deri në para njohjes dhe martesës, kishit ato rrjetet tuaja personale, siç i kanë besoj pjesa më e madhe e njerëzve, po jo për punë, apo kishit angazhime pune virtualisht? Domethënë jo. Ne kemi nisur si shaka, do me thënë, postonim, ose më saktë gjironim, por që nuk është se kishim në intencion për të vajtur këtu ku jemi sot, absolutisht. Thjesht gjironim me njëri tjetrin, dilnim, udhtojmë shpesh, edhe pse jo të mos i postojmë. Edhe kur kemi filluar me postimet janë bërë, që postimet e para kanë ecur shumë virale, realisht, edhe ne thamë, okay, kjo po funksionon edhe vazhduam. Po pa patur një plan se ku do të mbërrinit. Nuk e kishim planifikuar se çfarë do bëjmë edhe thjesht e vazhduam, ju pëlqyem njerëzve dhe thamë pse jo. E mbanon videon e parë të postuar, në çift? Hajde bëjmë një foto të stadiumi, Jori që afrohet te kamerat e unë, do më thënë, po captioni, do më thënë që ishte te video, ishte më interesant, ishte paka shumë, kështu, le të themi, toxic, sepse njerëzit kanë edhe qef më shumë të videot humoristike, po dhe pak relatable, po edhe pak toksike. Në momenti që Jori thot, unë duke pritur që burri më thot që është secretly milioner, edhe që ma kam bajtu të fshet për të provuar. Ajo ishte video e parë që kemi nxjerrë. Edhe vajti virale direkte. Ca që mbronin mua, ca që shanin materialiste. Ja, këto vajzat e sotshme. Po. Do me thënë, ka dhe shumë hate, do me thënë, ka dhe shumë urrejtje në... Sepse, teknikisht e në video fani, do me thënë, por shumë veta i marrin edhe shumë seriozisht, i marrin personale. Po, ndoshta ka një histori pas asaj batutës tënde që i kujton një moment. Ka djegur diku, i themi ne. Janë përgjithsisht origjinale, apo të para, të frymëzuara, çfarë ju shijon më shumë? Pra, kur e mendoni vetë një skenë, sikur ta bëjmë kështu, apo kur shikoni diçka që e keni hasur? Pjesa më e madhe, do me thënë, janë edhe të huazuara, por edhe janë, do me thënë, trendet e momentit. Pra, nëse diçka është bërë trend jashtë, që e dim që funksionon dhe këto, pasi shumica kontentin tonë është vetëm për çift, edhe dihet që marrëdhënie që janë edhe jashtë vendit që mund të ke bërë një influencer i huaj, funksionojnë njësoj edhe për ne që jemi këtu. Edhe pjesa më e madhe janë të tilla, ose të huazuara, ose shumica janë krijimi i Kristit. Mix nga jeta jonë, do të thënë. Na ka ndodhur disa video që del Jori duke ankuar për vjerën ose për jetën tonë të përditshme. Na ka ndodhur ne, do të thënë, ato situata, kështu që pse mos t'i nxjerrim, sepse dihet që gjithë i kanë këto lloj problemesh. Është relatable me pak fjalë. Këto që janë pjesë e përditshmërisë tonë. Sidomos kjo e vjerave që është bërë kështu më shumë se 1 milion. Kush ta mban djalin, Jori? Vjera Kristit. Jo, faktikisht djali më shumë rri më shumë me mamin tim se sa me maman e Kristit. Por ajo nuk është se kishte kontekst për të sharë vjerën time, më kuptoj absolutisht, por që shumë njerëz ose shumë vajza i gjetën veten te ajo për të thënë, për të më suportuar mua në këtë rast, ose për të më thënë që jo se kisha mirë ose diçka. Ata shohim pak të videon pikërisht me djalin në çerdhe. Po. Edhe Jori pastaj largohet nga studio se Vjen telefon. Se do i bie telefoni fiks. I shohim pak. Mos e çon nipin çerdhe se mbaj unë tër ditën, ju ikni në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin tër ditën që ju të ikni në punë, jo mi çojnë çerdhe.
Mos e çon nipin qerë dhe se mbaj unë tër ditën, ju ikni në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin tër ditën që ju t'ikni në punë, jo mi çojnë qerë dhe. Mos e çon nipin qerë dhe se mbaj unë tër ditën, ju ikni në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin tër ditën që ju t'ikni në punë, jo mi çojnë qerë dhe. Nuse që si ka dëgjuar dhe vjerë që si ka thënë një përshëndetje për gjitha vjerat që të na pranojnë në shtëpi. Kur të dalim nga këtu. Mos na kemi bërë blok. Ashtu. Dalim pak të komentet, se kjo është gjithmonë shumë interesante, është e çuditshme edhe tham se si njerëzit i marrin kaq seriozisht, qoftë një foto, qoftë një hall tëndin, qoftë një batut, më në fundja Instagrami është personal. Do më thënë edhe vinë aty, edhe duan të ndjekin, dhe ndërkohë të komentojnë, kritikojnë, apo edhe ofendojnë për një gjë që si pëlqejnë. Në faqen tënde, tërësisht personale. Më shpjegoni pak si e keni këtë raportin. Ne në fakt nuk është se i marim shumë seriozisht, nuk i marim seriozisht fare, do me thënë. Fundja ndonjëherë bëjmë dhe shaka, kur na bëjnë komente negative, ose kështu, thjesht për t'i mbajtur kështu, javi më shumë muhabet, po pse mendon kështu, sepse kjo video me Vjerën shumë kishte, po Vjerat janë të mira, okej, po pse mendon kështu, se mbase ka dhe që si janë të mira. Edhe, po që i kemi marrë me shumë sportivitet, nuk është se na kanë afektuar, apo të na mërzisë. Kris, ti si e ke raportin me komentet? Kush më i ndjeshëm nga ju të dy që dhe mund të mërzitet pak, apo mund të thotë tjetrit, e heqim këtë videon? Jori. Jori më zgjidhet nga komentet. Ashtu? Unë kam qef t'i komentoj mbrapsht. I kthejmë përgjigje, a? Shumicës po. Sa nerva ke? Po. Se kam dhe dy gota që dhe më thëmë pjesën e mirëmbajtjes edhe më thëmë që mase këtë ta heqë, mose këtë ta mbajmë, unë kam qef si shkruaj. Nuk i fshin? Jo. Po pësë shmokollaja ashtu apo letjen, pastaj do bëhet shumë falco gjëja, e kuruar shumë me Po qenë fjallë, thjesht fjallë, jo banalitete. Okej, pra, mirë, po ato fitra ti jep edhe vetë Instagrami mundësin që mos i kesh, kështu që në një farë mënyra. Tani, a ndodh që ju të dy të merrni merita që ne funksionojmë, se jam mund më i lezetshëm në video, se njerëzit më pëlqejnë më shumë mua? Se shof ca video do më thënë që jam vetëm unë që bëhen direkte virale dhe them, ja. Pastaj me Kristi këtë dhe ta sjaroj. Sa pëlqen pa marru Melina akoma unë. Ne keni diskutu do me thënë që e kishe gati. Po Jori. Do me thënë, është shumë e vërtet, realisht, është mirë që bën që i merë meritat, sepse është shumë e vërtet. Edhe njerëzit janë afeksionuar më shumë me fytyrën e Kristit se sa me timen. Vërtet? Edhe jashtë ka gjatë që më shumë të njohin Kristin se sa mua. Okej. Mos ndodh të jetë më i lartë numri i femrave që ndjekin Instagramin tuaj? Po, janë më shumë goca. Janë më shumë goca. Por që Kristin do me thënë, e personifikojnë direkt. Okej, tani që të vjen pak keq për këtë? Jo, më bë qefi. Do me thënë, ju keni, po e marrë si shembull 10.000 ndjekës. Keni më shumë, po e marrë për të rrumbullakosur. Ndër ato, 8.000 janë femra që pëlqejnë bashkëshortin tënd. Nuk të vjen pak keq? Jo. Që pëlqejnë. Që e njohë. Pëlqejnë like, e përkthejmë në gjuhën virtuale. Pëlqejnë nga larg shtu në... Po, i bën zemër. I bën zemër. Pse zemër? Jo, nuk mërzitem për këtë. Sepse shumica e gocave aty se ne kemi dhe një komunitet me, si thuash, me njëra tjetër. Nuk është se unë që mendoj unë, sepse nuk e di se si e ka pritshmërinë apo mendimin tjetri, por që nuk është se mendojnë se e pëlqejnë për diçka më shumë. Ndoshta për humorin e tij, për karizmën e tij, po. Kështu i thua ti, Kristin, ja për këtë të pëlqejnë. Jam mbush mendjen. Nuk mendoj se të pëlqejnë për një. Jam mbush mendjen, e beson. Kush i lexon mesazhet? Faqja është e përbashkët, apo jo? E pra, okej, kush i lexon? Kush të keti pari telefonin? Okej, akses keni të dy, për këtë e kam të qartë, po që kush është më kurioz të lexoj? Kush kthen përgjigje? Unë futem në herë në darke që i shoh kështu që komentet, këto që janë kështu më spicy, ja kthej përgjigje. Se edhe më pëlqen që të futem back and forth me disa persona, se shoh edhe që janë disa që komentojnë shumë video, do më thënë. Zërë se kam krijuar një relationship me këta, ca djem, po edhe ca vajze që komentojnë gjithmonë. Okej, po, se në fakt krijohet, është si puna, dhe më thënë, dikur krijonin personazhet e librave, ne tani krijojmë një profil të caktuar, po, me njëri që nuk e njohim në jetën e vërtet, por që është krijuar një ide se për kë bëhet fjalë. Shohim një video tjetër që të japim një shikoj edhe videove, do kishim pafund sot këtu, po vetëm disa kemi zgjedhur dhe këto ishin e vështirë për të zgjedhur në fakt, sepse janë gjithashtu shumë të lezetshme.
Se mbaj unë tër ditën, ju iknin në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin tër ditën që ju t'iknin në punë, jo mi qojnë qerdhe. Mos e qon nipin qerdhe, se mbaj unë tër ditën, ju iknin në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin tër ditën që ju t'iknin në punë, jo mi qojnë qerdhe. Mos e qon nipin qerdhe, se mbaj unë tër ditën, ju iknin në punë, vazhdoni ajri me mua. Të mbaj unë nipin për blok mua kur dalë. Okej, konkluzioni jon këtu ishte që dikush në regji nuk e ka punën mirë me vjerrën, po i ka thënë shiko pak në televizor tani. Vitet e tjera, të tjerat. S'ka gjë, i presim deri sa të jenë gati. Okej, këtu. Ke dalë nga puna? Ke dalë nga puna? Ke dalë nga puna? Ke dalë nga puna? Vonohet se në fakt kishte edhe 4 qofte për të ngrënë. Ja ta plot. Aj sa duket nga këndi, sa kopsha pule janë ato? Po. Po s'ka faj, se njeriu nuk do të nxitoj. Okej. A ishin edhe të tjera, ne i vendosni kështu. Nuk ka më. Okej, mirë. Shihni në Instagram. Kështu të qojmë ca. Në Jorin të Ashtu, ca ndjeksa. Tani, pjesa më e madhe e femrave, edhe kur duan t'i përfshin partnerët e tyre në video, për t'i publikuar në rrjetet sociale, e kanë shumë vështirë. Nuk para duan burrat të dalin. Jo. E pra, ndoshta është mashkullore kjo ideja që çfarë do thonë njerëzit, po duhet të jesh edhe pak natyrë, fani dhe në përditshmëri që ta bësh këtë gjë. Si është për ty, nuk ndodh të ketë video që refuzohen për të bërë nga Kristi për shembull? Që s'është për ne kjo. Jo. 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 Asnjëherë nuk ka ndodhur. Me thënë, 1200 video që kemi ne, sa aq janë, më shumë se aq, nuk është se ka ndodhur njëherë të thotë Kristi që jo s'dua ta bëj ose kështu. Jo. Fare. Mos të them që ideja e këtyre videove është e gjitha nga Kristi. Vërtet. Do të thënë mendon janë është ideatori më shumë se sa unë pjesën e kontentit. Okej, në rastin e Edhe këto kur dalë keq unë. Nuk i ribëjmë. Nuk i ribëjmë. Okej, këtu nuk janë qëllimshme, domethënë. Refuzon njëri video? Jo, që të dy jemi shumë open-minded. E kuptoni që në moment që do të funksionoj. Sa xhirime në ditë mund të bëni? Shumë. Shumë, pasi ne jemi, do me thënë, jemi goxha aktiv, mund të postojmë më shumë se 3 video ndoshta në ditë, kështu që kjo kërkon të paktën një 4-5 orësh mbas këtyre xhirime, editime, postime, do me thënë. Punë me kohë të plot, do me thënë. Është një punë me kohë të plot. Sa funksionon për të ardhura? Ose unë shoh që ju promovoni dhe biznese pa diskutim ndër të tjera. Ja vlen? Ja vlen nëse dita bësh mirë. Nëse dita bësh mirë. Po, sepse ne kemi shumë, do me thënë, që shohim që janë si ne, pra postojmë ose kemi të njëjtin nish kontentin, por që ja vlen ta bësh si gjë nëse dita bësh mirë. Se ne për vetëm se merremi me bashkëpunime me bizneset ndryshme, ne merremi edhe me menaxhim rrjetesh sociale, pra kemi edhe një grup biznesesh që ne i menaxhojmë duke ditur se ne dim se çfarë funksionon nga eksperienca, edhe e kemi bërë edhe këtë si edhe shumë mirë në fakt, se kjo është dhe do jetë akoma dhe më intensivisht e ardhmja, kështu po kthehet gjithçka në shumë e vërtet. Sepse ne që kur kemi filluar këtë, ne i kemi lënë të dyja punët që merreshim në jetën tonë para se të njiheshim, edhe jemi 100% këtu. Jeta juaj jashtë asaj që ne shohim, sa e asaj që ne kemi parë dhe vazhdojmë të na prezantohet nga ju, është jeta juaj e përditshme? Është, sepse paka shumica e këtyre ideve vinë dhe nga ndodhit që na bën neve, do më thënë, jo trafik, jo kjo që disa raste ti thjesht do qik minuta qetësi, këtu më shembull shumica e komenteve që më kanë ardhur janë djem që kanë thënë se është qik trafik të rruga Elbasanit, qik trafik të... Do më thënë, janë relatable, sepse na ka ndodhur vetë neve edhe njerëzve tjerë. Kështu që ne nga përditshmëria jonë postojmë. Kështu që ju jeni kështu. Do me thënë, ti nuk e put gruan e komshiut se fundja se njef. Ja.
Igur Abi. Para kemi ngrënë këto kohë, vetëm supë. Ka qenë kjo një nga videot më virale në Mos Gaboj? Po, në fakt, dhe shumë e lezetshme. Kristin thotë që jo, nuk do hash krute, do hash supë dhe përfundon duke ngrënë supë. Çfarë do bëjmë tani? Tani këtë nuk thash çat hahet, çat të porosisësh. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha këtu. Sa herë ti keni kohë, një pres me shumë dëshirë për gjithë energjinë e mirë që na sollet në studio, paçi suksese në këtë punë që e bëni me kaq shumë dashuri dhe po kaq shumë dashuri e bëkime në familjen tuaj. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit unë bashkë me ju. Faleminderit. Kjo ishte Villa 24 edhe për sot, paçi ditë të bukur edhe ju në vazhdim. Nesër në orën 9 ju pres në studio. Mirupafshim.